Pas bisedimeve midis palës ruse dhe asaj ukrainase, kemi parë që ka vazhduar biseda midis Trumpit edhe Putin. Bisedimet midis palëve nuk sollën asgjë. Ata shkuan mur kundra murit, secili me kërkesat e tyre ekstreme, pa lënë një datë tjetër se kur mund të shqyrtoheshin këto kërkesa dhe të shkohej në një vit të mesme. Ndërkohë, fatkeqësisht, mbas 2 orësh të bisedës të Trumpit me Putinin, neve nuk kemi ndonjë rezultat. Lufta do vazhdoj. Gjallë alarm fakti që Marco Rubio, sekretari i shtetit, deklaron që në qoftë se ata nuk duan të bëjmë paqe, kjo s'është më puna jonë. Në fakt, është puna e tyre dhe ka për të vazhduar. Lajmi i keq është për të gjithë ne. Europa po shkon drejt një lufte. Shikojmë që shumë vende europiane tashmë janë duke përdorur një retorik lufte, janë duke thënë që duhet të armatosemi. Gjermania thot këtë, Anglia thot këtë, Franca thot këtë. Ndërkohë, Italia mban një pozicion si më të ekuilibruar, por kjo pak vlen. Është e rrezikshme sepse luftrat kështu fillojnë. Dua të rikujtoj këtu që lufta e parë botërore ndodhi midis kushurimve. Cari i Rusisë ishte kushurim me kajzerin e Gjermanisë, ndërkohë shtëpia mbretërore angleze është me rënjë që kanë lidhje me shtëpinë mbretërore gjermane. Pa llogaritur pastaj që mbretërit ishin miq midis tyre. Shtëpia Savoia ishte mike me atë gjermane. Habsburgët të Austro-Hungarisë e njëjta gjë. Dhe mos harrojmë që atëherë shtetet ishin shumë më pak se sa janë sot. E megjithatë, shkuan në një luftë të përgjithshme e cila në fakt mund të quhet vetëm një luftë e madhe, sepse lufta e dytë botërore ishte vazhdimi i padrejtësive që u bën në luftën e parë. Sot kemi një skenar të tillë të ngjashëm, por me aspekte akoma më negative, sepse kemi shumë shtete, shumë interesa dhe shtetarët e sotëm ndoshta nuk kanë pjekurinë e atyre mbretërve të dikushëm, të cilët edhe ashtu u treguan mendjelet e futën Europën në një luftë të përgjithshme. Ndërkohë, Rusia është një vend i cili ka 3 vjet të ca në luftë, nuk duket se ka as pak ndërmend që ta pushojë atë. Ka një industri e cila tashmë është një industri lufte, prodhojnë 3 milion prella artillerie në vit, ndërkohë që gjithë Europa perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, prodhon vetëm 1.200.000 dhe nuk ka një rritje të kapaciteteve, por premtojnë që do investojnë akoma më tepër. Dhe investimi është i rrezikshëm sepse kur palët i afrohen pak a shumë barazisë me njëra tjetrën, atëherë e vetmja gjë që e zgjidh se kush ka supremacinë është lufta. Kemi 2 palë të cilat mendojnë që janë superiore ndaj njëras tjetrës. Dhe ky është një moment i rrezikshëm, sepse të çon në luftë. Mbetet për tu parë zhvillimi më tejshëm, ndërhyrja e Kinës. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube Drita TV dhe të kanalit Rutina Xhunga. Faleminderit.